Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do shohim si do jetë ky fund muaji në lidhje me të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, videot e vitit 2026, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do shohim energjinë e këtij leximi. Doja të falenderoja të gjithë ndjekësit e këtij kanali, por dhe abonentët e rinj në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëherë jemi te energjia e shenjës së Luanit, energjia e shenjës së Gaforit dhe energjia e shenjave të ujit. Gjithsesi është lexim i përgjithshëm, përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Shoh që keni kaluar shumë sfida, keni kaluar shumë vështirësi për një pjesë prej jush. Ndoshta në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër në lidhje me punën, me karrierën tuaj, por dhe me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni pasur në jetën tuaj. Gjithsesi, unë shoh që ju do ta gjeni forcën për të ecur përpara. Do merrni energjinë e nevojshme, por dhe do gjeni forcën brenda vetes për të çuar gjërat para. Dhe jemi te energjia e Gaforit, ku tregon paqartësi, frikra emocionale, edhe pse ju e keni gjetur ose do ta gjeni forcën brenda vetes. Për një pjesë për jush nuk thash, por mund të ketë qenë një lloj karme në lidhje me vështirësitë ose situata të ndryshme që ju keni kaluar. Dhe shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale në lidhje me një dashuri për një pjesë për jush, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër mund të jeni frikra emocionale te vendi punës ose në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme. Gjithsesi shoh për një pjesë për ju shoh që keni dhe prapaskena. Mund të jenë persona që ju i mbani afër, janë persona që punojnë mbas shpinës tuaj, por mund të jenë dhe persona që merren me thashë theme mbas shpinës tuaj. Gjithsesi, unë ju shoh që jeni duke ëndrruar, dhe këtu flasim edhe në lidhje me punën, në lidhje me karrierën tuaj, por dhe me gjitha situatat që ju mund të keni. Por, gjithsesi, ju shoh mes ëndrave, mes iluzioneve, në lidhje me një dashuri. Do keni shumë oferta, por ju do të rriqeni vetëm nga një person që vërtet e meriton. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë oferta në lidhje me punën, oferta ekonomike të ndryshme, por dhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme, në lidhje me studimet, por edhe në lidhje me situata me anën shëndetësore ose edhe me gjithçka tjetër. Gjithsesi, jeni mes ëndrave dhe iluzioneve. Dhe shohim çfarë na sjell karta e forcës. Dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit. Përsëri te energjia e shenjave të ajrit, gjithsesi është leximi i përgjithshëm dhe këtu përfshihen të gjitha shenjat e horoskopit, por këto energji vijnë më fort. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën te shenja e Luanit ose te shenjat e ajrit që janë shenja e binjakëve, shenja e peshores dhe shenja e ujorit. Shoh që keni marrë shumë eksperjenca në lidhje me dashurinë, me njohjet që keni pasur, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose dhe në lidhje me institucionet të ndryshme shtetërore, me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja. Ju dëshironi të jepni një drejtim më të mirë gjërave tuaja, dëshironi të lini mbrapa, ndoshta vështirësi që ju keni kaluar. Dhe unë shoh që një dritë e bukur do ndizet brenda jush, ju do filloni të mendoni gjërat më me logjik, më me mençuri. Në lidhje me një pjesë prej ju shoh që ju dëshironi të keni një takim me një person, të jepni një drejtim
më të mirë një njohje, një lidhje, por dhe marrëdhënieve tuaja. Dhe ju shoh që do lini mbrapa vështirësi dhe sikur do gjeni qetësinë dhe paqen në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, sepse ju do gjeni forcën brenda vetes për të vazhduar përpara. Dhe këtë na i tregojnë dy karta që janë dy energji shumë të fuqishme. Ndërsa për pjesën tjetër, kjo mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, që mund të keni lidhje, dhe këtu flasim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ku ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, por ka ardhur momenti të lini mbrapa dhe do të jepni një drejtim më të qetë, edhe situatave që ju mund të keni. Disa prej jush jeni duke menduar në lidhje me udhëtimet, ose me një person për të pasur një takim në një udhëtim. Mund të jetë një njohje re ose një takim me personin që ju keni në jetën tuaj. Gjithsesi vazhdojmë te energjia e shenjës së gafores, ku ju keni paqartësi, frikra emocionale në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në një rast, për një pjesë tjetër të vendi punës, në lidhje me karrierën tuaj, me studimet të ndryshme që keni, por edhe në lidhje me anën ekonomike. Për një pjesë prej jush duhet keni kujdes sepse shoh që mund të keni prapaskena, persona që punojnë mbrapa shpinës tuaj, por janë persona që qëndrojnë afër jush, janë persona që duken sikur ju mbështesin, si në dashuri, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por mbrapa shpinës tuaj janë persona që mund të bëjnë thashë theme, ose mund të jenë persona që veprojnë komplet ndryshe për të dëmtuar ju. Dhe vazhdojmë dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Unë shoh që kjo ka lidhje me një dashuri. Ndoshta ju keni emocione në lidhje me një person, ndoshta ju jeni duke u shprehur në persona që mbani afër vetes, te një mikesha juaj, te një miku juaj, por shoh është një person që ndoshta ju dëmton duke folur dhe diku tjetër në një rast, ose në rastin tjetër mund të jetë person që bën prapaskena në lidhje me ju. Ndërsa në lidhje me punën dhe anën ekonomike, shoh që ju keni frikra emocionale, mund të keni dhe prapaskena, por ju do merrni lajme të mira. Ndërkohë do keni një çlirim shpirtëror në lidhje me situata, frikrash, pasigurish që mund të keni, ose dhe në çështje të ndryshme që ju mund të keni. Unë ju shoh me lajme të mira, ju shoh më të gëzuar, një çlirim shpirtëror, dhe kjo ka vlerë edhe me personat që kanë lidhje te vendi punës, ose edhe me çështje situata të ndryshme që ju keni. Dhe unë i shoh shumë emocional, për një pjesë për ju, shoh që është një person që ka shumë ndjenja, shumë emocione në lidhje me ju. Dhe shoh që është shumë i lumturuar në momentin që ju çliroheni nga këto frikra që mund të keni pasur brenda vetes, ose në lidhje me prapaskena të ndryshme që keni. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ku ju çliroheni, por ndërkohë një person ndihet shumë emocional në lidhje me ju. Është një person që ka ndjenja në lidhje me ju, por ndoshta janë disa prapaskena që kanë dëmtuar një njohje që mund të keni, një lidhje ose një marrëdhënie. Ose në rastin tjetër, ka lidhje me vendin e punës. Në lidhje me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme, me partneritete, me negociata të ndryshme që mund të keni, me karrierën tuaj, por dhe në çështje situata të tjera që mund të keni pasur në lidhje me çështje me shtetin. Mund të jenë situata të ndryshme, me dokumenta, mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta makine, dokumenta për largime jashtë shtetit, dokumenta për ndoshta nuk e di për studimet tuaja, por mund të jenë edhe mund të ketë lidhje edhe me pjesën shëndetësore, kur shoh që ju do çliroheni dhe do gjeni qetësinë në lidhje me një lajm që do merrni. Dhe vazhdojmë, shohim ëndra, shohim iluzione, këtu kemi energjitë shenjave të ujit tham, dhe vazhdojmë përsëri me energjitë shenjave të ujit, ndoshta ju do jeni shumë emocional, ose ju do jeni shumë të ndjeshëm ndaj disa prapaskenave që do t'i zbuloni gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh ëndra iluzione. Kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit.
Ju shoh që ju krijoni ëndra, krijoni iluzione në lidhje me një person. Shoh që keni një dritë, ndoshta ju reflektoni një dritë të bukur të brendshme në momentin që ju ndroni rreth këtij personi. Por ndërkohë ju shoh që ju bini të trishtuar, edhe pse shoh që mund të keni, sepse këtu kemi një trëndafil të bukur, një dritë brenda shpirtit të kësaj femre, dhe që tregon që ju ndoshta ndiheni të sigurt në lidhje me dashurinë që ju keni, në lidhje me këtë person që jeni duke ëndëruar. Dhe jeni duke menduar seriozisht. Por ju shoh përsëri që ju rrethoheni nga persona ziliqar. Kemi 1, 2, 3 persona. Duhet keni kujdes, sepse ky gëzimi juaj nuk është se gëzon edhe personat e tjerë në lidhje me këto ndjenja që keni, me këtë dashuri që keni. Ndoshta ju jeni duke konsumuar dhe me 2-3 persona, por është diçka e juaja. Gjithsesi unë shoh që do merrni lajme të mira, por ndërkohë nuk e di, një pjesë prej jush bini shumë të trishtuar në lidhje me humbjen. Edhe pse ju keni dritë brenda vetes, diçka ju fut në trishtim. Mund të jetë humbja një dashurie, mund të jetë humbja një njohje, e një lidhje ose marrëdhënieve tuaja. Mund të jetë humbje e një pune, humbje e një, ndoshta ju duke mësuar diçka të vërtet në lidhje me një prapaskenjë që ju është bërë ose që ju bëhet, ju mund të humbisni një person, një mik, një mikeshën tuaj, person që mund të jetë i shoqërisë tuaj, sepse ju do kuptoni që këta persona janë ziliqar për ju. Dhe unë shoh që jeni përqendruar tek kjo pjesë, tek kjo humbje. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me humbje ekonomike, me humbje në një pune, ose humbje studimesh, të drejtën e studimit, ose një degë, ose një trajnimi, varet ju situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Por unë shoh që edhe në lidhje me punën keni shumë oferta, mund të jenë oferta ekonomike, ju jeni duke menduar seriozisht dhe vërtet filloni të shkëlqeni në momentin që e mendoni, por janë thjesht ëndra dhe iluzione. Sepse unë shoh që mbas kësaj ju do përqendroheni në humbje, në një lloj trishtimi që mund të keni. Dhe marrim një pako tjetër letrash për të parë se si do vazhdoj. Atëherë, kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjës së denit. Të gjithë ju që dëshironi gjeni forcën për t'i dhënë drejtim diçkaje dhe do t'i jepni drejtim, keni marrë eksperjenca, do përdorni logjikën, diçka do ndriçoj brenda jush për t'ju treguar rrugën se si do të mbyllni disa situata që ju kanë goditur për një kohë të gjatë. Ndoshta disa prej jush mund të kenë marrë goditje në lidhje me dashurinë, dhe ka ardhur momenti që ju të çliroheni duke dëgjuar intuitën tuaj, por duke hequr dorë dhe nga gjërat që keni besuar në lidhje me një person të caktuar, në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose marrëdhënie. Shoh që keni qenë për një kohë të gjatë të stresuar, të tensionuar në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose marrëdhënie, ndërsa për një pjesë tjetër ju, sepse shoh që keni kaluar shumë sfida, keni marrë eksperjenca, do t'i lini mbrapa vështirësitë, do çliroheni nga këto situata dhe ju do dëgjoni intuitën tuaj, duke futur besime të reja në jetën tuaj. Por edhe duke dëgjuar çfarë ju thot intuita juaj e brendshme. Dhe unë shoh një mbyllje, sepse dhe këtu kemi hënën e plot, dhe këtu kemi 10-ën e shpatave që tregon çlirim, sepse shoh që ju sikur jeni goditur, jeni gjakosur, ose ju keni qenë shumë të tensionuar me situata të ndryshme që keni pasur, dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave, nuk është vetëm në lidhje me dashurinë, mund të jetë në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, ose nga persona të ndryshëm, që ndoshta ju kanë luftuar dhe mbas shpinës tuaj. Janë persona më tepër që ju i keni quajtur si njerëz të afërt, miq tuaj të afërt. Dhe vazhdojmë këtu, shohim
kemi përsëri energjitë shenjave të ujit dhe të ajrit. Gjithsesi, thash, ju mund të keni dhe ascendente në oceanin në këto shenja, por ndërkohë më të ndikuar do jenë edhe këto shenja. Shoh që nuk e di, bini pak të trishtuar, ju keni kapur një kupë emocionale, ndoshta ju mendoni rreth këtij personi që ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju, por shoh një energji femërore që tregohet shumë e ftohtë ndaj kësaj dashurie. Nuk e di, por disa prej jush mund të keni një ofertë pune, një bashkëpunim, një partneritet, negociata të ndryshme dhe ju shoh që jeni kapur shumë mbas kësaj mbas një lajmi që ju merrni në lidhje me punën tuaj, me karrierën, dhe shoh që disa prej jush mund të keni lidhje me institucione shtetërore. Ndoshta është një energji femërore që tregohet shumë e prerë në lidhje me ju. Në lidhje me dashurinë është një person që është shumë i ftohtë në lidhje me ju. Kjo është për shkak të eksperiencave që ky person ka marrë. Edhe pse shoh këtu që ka shumë ndjenja dhe emocione, ndërsa në rastin tjetër mund të keni të bëni me dokumenta të ndryshme për një pjesë prej jush, ku ju jeni kapur mbas një mundësie dhe sigur nuk e lëshoni këtë mundësi, por shoh që do përballeni në institucione shtetërore, do përballeni me persona që mund të jenë të prerë dhe të ftohtë në lidhje me vendimet që marrin. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me dokumentat, me studimet të ndryshme që mund të keni, me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin, por edhe me situata tjera që mund të ndodheni, mund të ketë lidhje me familjen, me shtëpinë, situatat mund t'i merrni si i keni. Ju shoh me sëndrash dhe iluzionesh, ju ndoshta ëndrroni, ashtu si ju ndjeni brenda vetes, por shoh që këtu përqendroheni më tepër te një zhgënjim që do merrni në lidhje me ëndrrimet që ju keni pasur. Sepse shoh që keni dhe persona që ju rrethojnë që janë persona xheloz dhe kanë zili në lidhje me ju. Sepse ju jeni një person që transmetoni një lloj energjie pozitive në rrethin tuaj shoqëror, por ka persona që nuk e pëlqejnë këtë gjë. Gjithsesi, ju mund të humbisni disa nga këta persona dhe unë shoh që do përqendroheni te kjo gjë, por kjo ndodh për një arsye. Dhe unë shoh që keni mundësi dhe oferta, dhe kjo kartë ka edhe një këshill, dhe ju thot, lërini gjërat, dilni nga ky lloj trishtimi, lerini mbrapa gjërat e skaluarës dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që ju jepen, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe me situata të ndryshme që mund të jeni. Dhe jemi te energji e zjarit edhe te energji e shenjave të ajrit, gjithsesi ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do harini të dilni nga këto situata, duke i vendosur qëllime vetes, ju shoh në një pozicion më të mirë, por ndërkohë shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Dhe këtu kemi dhe disa gërma dhe disa shenja, disa shkronja, më saktë. Kemi shkronjën M, shkronjën N, shkronja ose Z. Kemi shenjën e shigetarit, kemi shkronjën H. Janë disa që mund të jenë iniciale, mund të jenë, kemi këtë shenjën e karmës këtu, por kemi dhe një shenjë ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Kemi dhe shkronjën Z. Dhe ju mund t'i shikoni qartë, nuk e di nëse dallohet, në momentin që këto janë të pasqyruara në një letër, unë jam e detyruar që edhe t'i tregoj. Dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një fillim të ri. Por është një fillim i ri që ndërtohet si mbi dëbor. Ju ndoshta keni kaluar shumë vështirësi në jetën tuaj. Edhe pse shoh që këtu ka lule që çelin, por është bora ajo që ka mbuluar gjithçka. Do me thënë, kjo tregon që ju keni qenë ndoshta në situata të ftohta, ku jeni përballur me vështirësi dhe situata që ju kanë lënë si në të ftohtë. Por, mbi gjithë këtë dëbor, po të vëmre, është një shpatë, një fillim i ri, i menduar mirë, por dhe një fillim që do marrë zhvillime të mira,
sepse ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me këto fillime që do bëni. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një punë e re. Ju mund të dëshironi të zhvendoseni, të shkoni diku dhe është diçka që e keni menduar mirë, sepse ju shoh që keni kaluar në shumë vështirësi dhe dëshironi që ta bëni këtë, sepse ju shoh me vendime dhe me qëllime në veten tuaj. Ju shoh shumë entuziast, me shumë pasion, por ndërkohë jeni edhe në një pozicion të favorshëm. Ju do arrini të pozicionoheni për të menduar dhe për të bërë këto fillime të reja që ju dëshironi. Dhe përfundimi, atëhere, këtu kemi energjitë shenjave të tokës, energjinë e kullës, përsëri energji toke, gjithsesi tham që këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Ju shoh disa prej jush, ju mungon dashuria, një pjesë tjetër ose një person. Një pjesë tjetër mund t'i mungoj ana ekonomike. Disa prej jush ndjen të lodhur fizikisht më tepër, ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj. Ndoshta gjitha këto situata, mungesa e një personi, mungesa e një dashurie, një mungesë ekonomike, ndoshta janë në psikologjinë tuaj, ju vërtet kërkoni një ndryshim të madh, sepse jemi te kulla, ose për ju do vinë një ndryshim i papritur, ose shoh që vjen një ndryshim, sepse diçka rrëzohet aty, diçka që mungon rrëzohet për të filluar diçka më të sigurt. Në qoftë se një dashuri ose një njohje, një lidhje, një marrëdhënie nuk ju jep asgjë, atëherë është momenti që ju të ndryshoni. Sepse shoh që këtu diçka rrëzohet, diçka prishet për të filluar diçka të re, por që ju jep siguri dhe është diçka që ju vërtet dëshironi ta ndërtoni nga e para. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike. Për gjithë ata që ndjen mungesa ekonomike, ju dëshironi të dilni nga kjo situatë duke ndërmarrë, ndoshta duke krijuar ndryshime në buxhetin tuaj ose duke rritur të ardhurat për të ndjerë më të sigurt edhe në lidhje me anën ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin tuaj, ju ndoshta do filloni të kujdeseni për shëndetin tuaj, për të ndryshuar, ndoshta duke patur aktivitete fizike të përditshme, duke bërë një ecje, një vrap. Për pjesën tjetër, duke u kujdesur më tepër në lidhje me anën shëndetësore. Por shoh ndryshime të mëdha, mund të jenë ndryshime luku, ndryshime vendi, ju ndoshta ju mungon ana ekonomike, do mendoni të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj, për të shkuar jashtë shtetit, për të lëvizur nga një qytet në qytetin tjetër, dhe kjo gjë vjen sepse kulla e sjell këtë. Dhe në fund shoh që disa prej jush mund të jenë midis dy personave, ju jepni dhe merrni me dy persona, por ju dëshironi që këtë dashuri ta jepni te një person që vërtet e dashuroni, edhe pse jeni midis dy personave. Për pjesën tjetër, mund të jetë që ju dëshironi të balanconi njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për disa të tjerë, shoh që ju merrni para, por ato para ashtu si merrni, ashtu dhe i jepni. Mund të jenë pagesa faturash, mund të jenë kredi të ndryshme, mund të jenë investime të ndryshme që bëni në të përditshmen tuaj, me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër, mund të jetë edhe që ju të merrni disa para, ju dëshironi të ndryshoni vendbanim, shtetin tuaj, ju nevojiten, ju mungojnë parat, sepse shohim këtu me pesën e monedhave, dhe ju mund të merrni diku para, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni, sepse ju duhet ndoshta për një udhtim, për dokumenta ose diçka tjetër. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të merrni ndihmë nga dikush në lidhje me anën tuaj shëndetësore, ndoshta për të përballuar ato shpenzimet tuaja. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë në lidhje me dhe shoh që jeni përsëri me sëndrave dhe iluzioneve. Duhet merrni një vendim, ju thot, pavarësisht se ju jeni duke ndëruar për një person, atëherë duhet merrni një vendim.
ndaloni duke ëndërruar, por bëjni gjërat realitet, ju thot. Në qoftë se ju vërtet mund të keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por është një person që vërtet ju godet, atëherë ju merrni një vendim në lidhje me këtë person. Sepse është e nevojshme që ju ta bëni dhe të ndaloni së ëndërruarit duke i bërë gjërat më konkrete. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me fëmijët, me shtëpinë tuaj, me punën tuaj, me oferta të ndryshme që do t'ju vinë, ju duhet të përqendroheni dhe të merrni vendime në lidhje me diçka që vërtet ju tërheq, vërtet ju përmbush, vërtet ndjeni më të sigurt, që mund të jetë një punë, mund të jetë diçka tjetër në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj. Gjithsesi, ky ishte mesazhi nga angjëjt, unë do marr dhe një tjetër dhe ju shoh që ju keni nevojë, thot, të edhe të bashkëpunoni. Edhe me persona të tjerë, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, ndoshta ju keni ëndërruar rreth një personi, keni bërë durim në lidhje me këtë person, por ju thot që prisni momentin e duhur për të bërë ndoshta këto ëndra që ju keni për të realizuar dhe për t'i bërë realitet. Në lidhje me dashurinë, për një pjesë tjetër mund të keni bërë shumë durim në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin. Për pjesën tjetër, në lidhje me anën ekonomike, por edhe bashkëpunoni, duhet dhe të bashkëpunoni edhe me persona të tjerë, ose me familjarët tuaj, me personat e vendit punës. Por ju thot që prisni momentin e duhur për të realizuar këto ëndra që ju keni krijuar në jetën tuaj në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme për dashurinë. Por dhe video dhe vitit 2026, sepse fillon viti, mirë është që t'i ndiqni dhe ato video dhe të shikoni dhe shenjat më me fat, ose ju të shikoni fatin tuaj simbas shenjës që ju keni, sepse janë postuar video edhe për këtë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuarta mund të kontaktojnë te WhatsAppi. Atëherë, ju urojmë bazite të këndshme, por dhe një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.